Një sekret që e ka mësuar nga puna me fëmijët. Fëmia fillon të komunikojë pikërisht atëherë kur e lejojmë të qëndrojë ashtu siç ai do. Pozicioni i trupit është mënyra me të cilën qetëson trurin dhe rregullon emocionet. Kur fëmia zgjedh të qëndrojë shtrirë, ulur në dysheme, të mbështetet pas diçkaje, po kërkon sigurinë, qetësinë, trupi i tij po përgatitet të lidhet me ne. Kur fëmia qëndron në pozicionin e preferuar, sistemi i tij nervor është i stabilizuar. Dhe kjo është e rëndësishme sepse ai na dëgjon më shumë, kërkon më shumë kontakt me ne, hap komunikimin. Çfarë duhet bëjmë? Të mos ja pengojmë, të mos ja ndalojmë dhe të mos e korrigjojmë pozicionin që ai ka zgjedhur. Të ulemi në të njëjtin pozicion me fëmijën, të komentojmë me qetësi duke i thënë, ty të pëlqen të qëndrosh kështu, mund të luajmë së bashku, të fillojmë të ndërveprojmë nga pak me fëmijën për të hyrë në komunikim me të. Një trup i rregulluar është në fakt një hap drejt lidhjes dhe komunikimit me fëmijën.